طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri Umdetul Ahkam, baza dispozitave të maktesiut. Kemi arritur tek kurbani. Kurbani quhet devja, lopa, delja që priten dhe therrën si dhurot për shpinën e Allahut Azza wa Jall, për domethënë kohën e haxhit që e kryen haxhilerët. Kiet për qëllim me këtë kurban mi ndihmu banorët e atij vendi. Apo dhe thot vizitorët fukarenjë të Qabës. Kemi mësuar në javën e kaluar për haxhin temettu apo haxhin Kiran dhe Ifrat. Edhe i kemi treguar që duhet me pas, do thot, me prej kurban. Thot, dhe ky kurban çka? Normalisht ju shkepet të varfëra në Qabe. Ky është një nga adhurimet më të mira sepse lëmosha, shpenzimi janë gjërat më së shumti që të afrojnë tek Allahu subhanahu wa taala. Hadithi 230. Aisha radiallahu anha thot, thura qaforën e kurbanit të dërguarit të Allahut me 2 durët e mia. Pastaj e shënova kurbanin, i nxora pak gjak nga kurizi, thonë e preka thjesht në t'i del pak gjak te kurizi, ja lidhi qaforën ose ja lidha, pastaj e dërgoi për në Qabe, ndërsa vet ai sallallahu alajhi wasallam qëndroi në Medine, ati nuk i ndaloi gjë nga të lejuarat. Me një aspekt, kuptimi i këtij hadithi thotë që i bona shenjën e kurbanit. Bona shenjë. Një prej shenjave është edhe, më thonë, te kurizi që e çajti pak. Apo. Shikoni komentin. Profeti a.s. e madhronte e shejtronte shpina Allahut Azza wa Jall. Qabën. Thot, nëse nuk shkonte vet, dërgonte kurbanin si shenjë nderimi. Edhe nëse nuk ka shku vet, e dërgonte si shenjë nderimi. Lartësimi dhe për të ndihmuarit të varfërit e Qabës. Pastaj thot, kurbanin e shëndonte duke ja vënë një qafore. Duke ja vënë një qafore kurbanit. Dhe duke prer pak në kuris. Me një prerje të vogël, normalisht. Thot, me qëllim që t'i dilte pak gjak që ta merrnin vesh njerëzit se kjo kafshë ishte dhuruar shtëpisë së shenjtë dhe mos me keq trajtu. Kur e kanë pa njerëzit që ka pak gjak te kurizi i delës, ata e kanë ditë që kjo është duke shku për mu sakrifiku për hir të Allahut Azza wa Jall në Qabe. Apo, do të thonë kjo ka qenë një prej shenjave që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dashur më au tregu. Pastu që të mos e keq trajtonin. Çka përfitojmë nga hadithi? Pëlqyeshmëria e dërgimit të kurbanit nga vendet të largëta në shtëpinë e shenjtë, edhe nëse nuk shoqërohet nga kurban prerësi. Për shembull, me autorizu dikonin, si për shembull tash që i qenë jashtë Kosovës apo që autorizon dikonin, në këtë rast edhe Muhamedi alayhis salam vetë nuk ka shku, mirë po e ka dërgu, thot për me e e ka autorizu. Pasi kurbani konsiderohet lëmosh për të varfrit e haremit, madhrimi i Qabës dhe afrim tek Allahu subhanahu wa taala. Pëlqyeshmëria e dallimit të kurbanit me qafore. Është mirë që kurbanin me bë me qafore, me pas domethënë një lloj si zbukurimi apo qafore. Dërguesi i kurbanit nuk e merr të njëjtin gjykim për personin që kryen haxhin. Domethënë nuk ka të bëjë me ihramin me këto senet ai që e prej. Si s'ka shkuaj për haxh. Si njoni që më pyti tha, unë e tha që jem kasap, tha, a duhet edhe unë e tha me hi në të çështjen e thojve se në nikni. Nuk ishti, ti e kryen shërbimin, s'ki aty. Pastaj, lejimi ngarkimit të tjetrit me dërgimin, therrjen, shpërndarjen e mishit të kurbanit në harem. Hadithi 231. Aisha radhiyallahu anha thot, profeti alayhis salam bëri kurban një herë një dele. E ka bo një dele. Vllazni, a lejohet me i dhon sadaka, me i dhon shkepje nga mishi kurbanit kasapit? Qa po thoni? Po ajo? Jo. Menoni pak më larg, menoni. Nëse ja jep e ka çmimin 20 euro, përveç asaj që ja ki dhon çmimin e prerjes, lejohet mi dhon edhe pe kurbanit si sadaka nëse është i varfër. A pe kupton dhurat? Çështo. Më thonë të dyja të janë qështu, po deshta unë pak më shti kështu, kam qef, më shti pak në shuphe. Dhe më thonë, mirë po nëse e kaj 20, edhe thunë 10 po t'i jap,
10 i ki mish për t'jap, apo për t'jap, qka? Për t'jap lëkurën për t'jap. Këto s'lejohet. Para prakishtu i saj ki, që ka qaj asë nuk e dimbile që po të ndim javën mishin. E kryn fundi thu që edhe mishin, sepse ka nevoj, apo. Profeti a.s. mëse shumë priste kurban deve nga që dobia dhe shpërblimit i ishte i madh. Aisha na tregon një herë se thot Aisha s.a.s. bëri kurban një delet e tjera, delja e të tjera bakti lejohen të priten kurban prera bagëtis për mbledh në vetvete dispozita fetare dhe ato janë dy vllazni. Në një, çka është? Në një është derdhja e gjakut për knatësinë e Allahut subhanehu wa taala. Njerë po sakrifikon për Allahun azza wa jall, që kjo është problemi. Dhe e dyta po gëzohen kush? Të varfrit. Në dy sene është. Po i fiton. E rëndësishme është me të shku të shpërblimi prerja. Pastaj për mishin është në dorën tonte. Nëse do në jep kret, nëse do në merë kret për vete, nëse gjysën e dan gjysën e mban për veti, kjo teoria 3 pjesë me do kërkun s'ka bas kjo. S'ka dhe më thonë hadith, që thot një pjesë me marë për veti, një pjesë me e do për të afërmit, dhe një pjesë për të varfrit, kjo s'ka argument kështu. Nëse e don ti në këtë formë nuk ka problem, por nuk po themi që ka argument, apo? Rasti është kur vet Aisha radhiyallahu anha e ka shkep 2 pjesë, apo? 2 pjesë i ka shkep, një e ka lënë për shpe. I thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, çto 2 pjesë janë tuat, se këto kemi gjetë në botën tjetër. Çto janë tuat? E këto kemi humbë me një aspekt. E hanë edhe kryet puna. Nësa këto të dyat kanë më të kthy. Edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Pastaj thot, çfarë përfitohet nga hadithi? Lejimi i prerjes kurbanit si dhurat për shtëpinë e shejt, kurbani më i mirë profetit alayhis salam ka qenë devja, ai konsiderohet mall më i mirë. Hadithi 232. Ebu Hurera transmeton se pejgamberi alayhis salam par një burr që po tërheqte një deve. To i ngre devën. Atash nuk është sikur sot subhanallahu që ka mjetet transportit. Ata kanë shku me devën e ka tërhek, si ka hyrë përmi devës. Kur pejgamberi se ka dosh me bë kurban, apo? Edhe tash përdesa ka dosh me bë kurban, ky tu menu i shkreti që kurban po du me bënë devën e s'lejohet me hyrë përmi deve. Me hecë, edhe tipi ka ecë 20 e disa kilometra to hecë aty. Atër pejgamberi se sam kur e ka pa me deve, çfarë i ka thonë? I thot hip në të. Hip. Më thonë shfrytëzoj si mjet udhimit. Atër burri tha është deve që e kam taksuar për kurban, çush me hyp. S'ban. Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot hyp mbi të. Edhe shko deri te vani ku dush me prej. Pastaj thot tha profeti sallallahu alaihi wasallam, pasoj tha. U kry kjo punë. Ebu Hurera thot e posh burrin të hypur mbi deve tek este për mbi profetin sallallahu alaihi wasallam, transmetim tjetër thuhet i drejtohet burrit herën e dytë apo të tretë duke i thënë hip o i mirë. Boll më të kallzova 1 herë, 2 herë, 3 herë, hyp se s'ka problem. A ki po shqiptarët këtu thush bënes të jo se bëj. O bënes është e lejushme o vlla, e lejushme, nuk ka ndalesë. Pastaj kuptimi i hadithit prej kurbanit që i dhurohet çabës nuk lejohet të përfitohet. Nëse thot s'kemi nevojë sepse ai bëhet për hir të Allahut, nëse lyp nevoja mund të hipim deves ta mjelin përderisa nuk dëmtohet nga këto. Për këtë profeti alayhis salam kur e pa një burr duke tërhequr devën e pa të lodhur apo gjatë udhimit tha hyp në devë sepse ki nevojte. Nga që kurbani ishte vlerë dhe merit e veçantë tek arabët, burri i shpjegoi se devja tek arabët ka qenë pasuri o vllazni. Edhe tash ky po don çat pasuri me dhon për Allah, kurban me prej. E po don me nderu dhe me kurbanin e Allahut, s'po do me hyj për mi. Ota s'po don me shfrytzu si mjet udhimi. Ndërsa Resulullah sallallahu alaihi wasallam i tregoi që kjo është domethënë lejohet. Çka përfitojmë nga hadithi? Vlerësimi dhe respekti i arabëve për kurbanin. Dhe thot gjë që në Islam u shtua më shumë, lejimi i hipjes dhe mieljes së kurbanit pa domethënë në të pasurit nevojë me kusht që të mos dëmtohet. Mos mu dëmtu, lejohet. Hadithi i parafundit, hadithi 233. Ali radhiyallahu anhu thot se pejgamberi alayhi salam milan nën përgjithësi kurbanet dhe më porositi që mishin, lëkurën, samarët të shpërndajshin lëmosh të varfëve dhe kasapit mos t'i jep asgjë nga këto. Ne ja paguajmë thot hakun. Hakun sa ka ja paguajmë. Kuptimi i përgjithshëm, pejgamberi alayhis salam erdhi në Mekë. Dhe në haxhin lam të mirës, me veti i kishte kurbanet.
Thot erdhi Aliu nga Jemeni me kurbanet, i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte 100 deve. 100 deve. Thot, dhe theri me dorën e tij 63 kokë. 63 kokë, sa që thuhet, transmetuesit thënë, vetë devet shkojshin te pejgamberi alayhis salatu wassalam për mu sakrifiku. Para bëna, vetë shkojshin devet te pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe thot, edhe urdhroi Aliun që të merrej në pjesën tjetër të qurbaneve, mishin, lëkurat, gjitha këto gjërat, të ndante lëmoshme që ishin caktuar dhurat për Allahun subhanahu wa taala. Këto kurbane janë për fukarenjet dhe kurbanbërsi thot nuk duhet kundrejt therjes së tij kasapit me i dhon kurban, dhe pejgamberi sa i premtoi Aliut se kasapin do ta paguante, por jo nga mishi, lëkura edhe nga samarët, çdo gjë që ka të bëjë me kurbanin nuk lejohet me i dhon, do thot me i dhon kasapit. Çka përfitojmë nga hadithi? Kurbani ndahet lëmosh me gjithë lëkurën dhe samarin, lejohet të hahet prej kurbanit të haxheve, si dhe nga kurbani që i përket ndonjë ceremonie të caktuar. Kasapit nuk i jepet asnjë përveç pagesës, dhe e tham që lejohet me i dhon nëse është i nevojshëm prej kurbanit përveç hakut që ja ke pagu. Haku paguhet, në asnjë mënyrë nuk zbret haku, dhe shtoja asaj përveç hakut lejohet me i dhon edhe mish apo diçka nga kurbani. Hadithi fundit është hadithi 234, Ziyad ibn Jubair thot, e pash Ibn Omerin të kaloj për një burri, që e kishte shtrirë deven për ta therr. E ka shtrirë deven për ta therr. I tha Ibn Omeri, therre në kom, tha, e të lidhur, sepse kështu është suneti Muhamedit alayhis salatu wassalam. Nuk lejohet, është mirë, sunet është në kom me e prej kurbanin. Jo shtrir, devën, jo shtrir, sepse është sunet i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Thot, nga suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam përfitohet që lopët delet përveç deves të therrën te gurmazi, pasi janë shtrir në anën e majt, të kthyre nga kibla. Do thonë shtrir nga ana e kibla, përveç kujt? Deves, apo përveç deves. Pastaj thot, ndërsa deveja therrët tek pjesa sipër me kraharorit në këmbë duke u lidhur dhe e lirë, pasi ky pozicion është më i rehatshëm dhe më i shpejt për nxjerrjen e shpirtit, më shpejt i del shpirti kur është në kom devja. Pastaj thot, për këtë Abdullah ibn Omeri kur e pa një burr donte ta therte devën dhe kishte shtrir, i tha çoje në këmbë dhe lidhe, sepse ky është suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Çka përfitojmë nga hadithi? Është prej sunetit që therrja e devës të bëhet në këmbë, thot të urryerit e therrjes së devës në gjunjë, pasi ky pozicion e vështirëson daljen e shpirtit të devës, nëse shtrihet, apo duhet në kom. Me këtë njerëzit e kanë bërë zakon therrjen e devës ulur në gjunjë dhe të lidhur, fatkeqësisht që nuk është e mirë, dhe për fund mëshira e Allahut subhanahu wa taala dhe butësia me krijesat e tij qoftë edhe me nxjerrjen e shpirtrave të tyre. Sa që Resulullah sallallahu alaihi wasallam kemi thonë që e kam ka thonë me mpre thikën, që mos mi dhon, mos mi bëj zullum gjatë prerjes o Allah. Kom po subhanallahu ka pas raste të i prej pulën, nuk prejke thika subhanallah. Pra më të ja bë tankona, s'po prej thika. Derisa i mshej me sakica apo me diçka. Po më prej thikën o Allah. Më prej thikën. Ja po dush me qartë 2 herë, po dush me myta, që ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Deri në takimin e radhës tek gusli apo larja e atij që bën, domethënë pelegrin atij që bën, atij që është në hax. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft. Amin dhe ju.